Në rënje është numri i shtetasve të Maqedonisë që po shkojnë në luftrat e lindjes së mesme. Kjo bëhet e ditur sipas analizës së publikuar nga organizata Analitika, që ka të bëjë me hulumtimin e përpjekjeve të Maqedonisë në kundërvënje ndaj ekstremizmit të dhunshëm. Muslimanët e trojeve le t'i pastrojnë oborret e tyre e mos të shkojnë të pastrojnë tek fqinjët. Është thënia e Hoxh Lukman Nezirit, i cili ju drejtohet rekrutuesve nga Maqedonia që mos të thirrën emër të Islamit për të luftuar për krah ISIS-it. Imam Neziri është ligjërues në një kurs privat për të rinjët musliman dhe thotë se nuk është e mjaftueshme vetëm në xhami të interpretohet mesazhet islame, andaj ai ligjëron edhe përmes internetit dhe thotë se mos edukimi fetar ka çuar në rritjen e ekstremizmit të dhunshëm. Populli shqiptar si popull i ka kryer luftat e veta. Ne nuk e kemi fshin ende oborrin tonë që dalim të i fshim oborrat e huaj. Atje nuk është duke u mund më ndajtën kolaçi i forcave të mëdha. Ta vetë janë dëshmitarit që tërbota, kemi çka jam shefin. Pra, aty është problemi se këtë kjo masakër e cila po ndodh, e cila u shkatërron një shtet me një kulturë shumë të vjetër, se është qyteti më i vjetër në botë është Damasku. Edhe këtë përreth Damaskut është shkatruan për fat të keq. Populli, po tani mas edhe infrastruktura e popullit në gjitha kondet. Edhe neve shqiptarët na lidhin shumë gjëra me Sirinë. Çka na lidh? Pikë pari na lidh neve feja. Edhe kur sheh për shembull që çka po bëhet me muslimanët, normal që çdo kush i preket. Po edhe kafsh më kanë. Edhe shtaz më kanë, edhe insekt më kanë, në atë formë preket, se ai çka ka ndjenjë njerëzore preket kur e shef njëri. Për personat e rekrutuar, burgu nuk është zgjidhja e vetme, thot Agron Vojniku, sekretari i Bashkësisë Fetare Islame. Ai thot se tek të rinjët është bërë një propagandë e madhe përmes internetit dhe rrjeteve sociale, duke bërë thirrje për luftën e shenjtë xhihad. Por qëndrimi i Bashkësisë Fetare Islame është që jo vetëm arsyet fetare janë shkaqet e rekrutimeve në vatrat e luftës së lindjes së mesme. Vojniku thot se shkaqet ideologjike, sociologjike dhe ekonomike kanë bërë që personat të marrin këtë rrugë pa kthim. Ekziston një tendencë e rritjes të këtij numri, shpeshherë për qëllime politike apo për qëllime të ndryshme, tendenca për ta pasqyruar, për ta paraqit popullin shqiptar apo popullin musliman që jeton në këtë troje si përkrahës të këtyre organizatave terroriste, ka ekzistuar edhe besojmë që do të ekziston edhe në të ardhmen, por ne si Bashkia Fetare Islame japim maksimumin në këtë drejtim për të parandaluar çdo lloj veprimi apo çdo lloj intrigimi të këtyre të rinjve që të bashkangjiten atyre zonave. Ne jemi mjaft të kënaqur me rezultatin ton, siç thash më herët, edhe sikur ta dim që edhe një person të vetëm kemi parandaluar për të shkuar në këtë zonë, kënaqësia do të ishte jashtëzakonisht e madhe. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski tha se me faktin që kjo quhet vepër kriminale që personat e kthyer nga vatrat e luftës janë radikalizuar, paraqet rrezik serioz për sigurinë e shtetit dhe se duhet të kushtohet rëndësi atyre në risocializimin e këtyre personave dhe familjeve të tyre. Mnogo treba da se raboti, posebno nije kako država. Shumë duhet të punohet në këtë drejtim, posaçërisht ne si shtet, duke pasur parasysh vendodjen gjeografike të Maqedonisë, e cila ka një shoqëri multietnike dhe multifetare. Ekziston mundësia që qytetarët të radikalizohen. Andaj shteti duhet të punojë fuqishëm në gjetjen e mekanizmave që qytetarët mos të radikalizohen dhe njëkohësisht të gjendet formë e risocializimit të personave që kanë qenë për arsye të ndryshme në vatrat e luftës, si në Siri, Irak dhe Afganistan. Për këtë duhet të ndihmoj çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë. Këtu nuk ka segment të ndarë të shoqërisë që mund të zgjidhë këto probleme. Duhet që familja, procesi edukativo-arsimor dhe institucionet sociale, madje në fund do të thosha edhe me instrumente represive, patjetër duhet bashkërisht të merren pjesë në risocializimin dhe në ruajtjen e stabilitetit të shtetit. Segment mora da zajednički učestvuvat vo resocializacija i za čuvanje na stabilnosti na državi. Ambasadori Amerikan Jess Bailey tha se jo vetëm forcat e rendit dhe sigurisë duhet të merren me këtë fenomen,
por ai këshillon që të ngritet vetdia tek të rinjët dhe mos të bien prej manipulimeve ideologjike dhe mos të bën pjesë e ekstremizmit të dhunshëm. Secretary Kerry recently said Sekretari i SBA-ve John Kerry para pak kohësh tha se ekstremizmi i dhunshëm nuk fillon në vatrat e luftës, por kjo çështje fillon në përditshmëri, në shtëpi, në fqinj, në klasat shkollore, në vendet e punës. Me këtë problem ballafaqohen shumë shtete. Vendi im përjeton të njëjtën ashtu siç ballafaqojnë partnerët tanë në Evropë edhe në Ballkan. Është shumë e rëndësishme që përpos të ballafaqojmë me këtë çështje, të gjejmë arsyeën që i bën këta të rinj të ndjekin hapat drejt radikalizimit dhe për të gjetur mënyra që gjithmonë t'i parandalojmë ato. Pra, ky është qëllimi i këtij studimi, që të na ndihmojë për t'i kuptuar se çfarë i shtyn njerëzit këtu në Maqedoni drejt këtij fenomeni. Çfarë i bën këta persona të rinj të ndjejnë që kjo është mënyra më e mirë për të shprehur pikpamjet e tyre dhe pastaj të mundohemi të bëjmë diçka për këtë dukuri, të ndërtojmë një shoqëri të qëndrueshme. Towards this phenomenon, what compels a young person. Propozimi i ulëmtimit për përpjekjet e Maqedonisë në kundërvënie ndaj ekstremizmit të dhunshëm nga organizata Analitika është realizuar nga shtatori i vitit të kaluar deri në shtatorin e këtij viti me përkrahjen e ambasadës amerikane. Andrea Bogdanovski, ulëmtuesi i çështjeve të sigurisë në shoqatën Analitika, tha se numri i rekrutimeve ka rënë edhe nga vendet e rajonit, siç është Bosnia-Hercegovina, Kosova dhe Shqipëria. Iako brojet e opaganje, ova ne znači дека Edhe pse ka rënë numri i rekrutimeve, kjo nuk do të thotë se është arritur qëllimi përfundimisht. Përkundrazi, nga ata do të gjenden mënyra tjera që të vazhdohet me përhapjen e ideologjisë së radikalizmit. Vlen të theksohet se është me rëndësi roli i parandalimit të këtyre dukurive, jo vetëm nga policia dhe organet e sigurisë, jo vetëm shërbimet sekrete për zbulim dhe kundërzbulim, mirë po edhe qytetarët, bashkitë fetare, Ministria e Arsimit, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale dhe faktorë të tjerë relevant janë të rëndësishëm në përmirësimin e kësaj gjendje. Po ashtu edhe Analitika si shoqëri civile punon në këtë drejtim. Gjithashtu dua të theksoj se strategjia për luftra kundër terrorizmit është sjellë në mars të këtij viti, por mungojnë planet aksionare dhe shpresojmë se kjo do të zgjidhet sa më parë me qëllim ekipimin e të gjithë aparatit shtetëror për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Siç e thash, shumë video materiale me përmbajtje të ekstremizmit radikal janë të shpërndarë në internet, dhe kjo duhet të theksohet në analizat e mëtejshme, sepse nga hulumtimet e bëra, del se të rinj kontaktin e parë me ekstremizmin e dhunshëm e kanë pikërisht nëpërmjet rrjeteve sociale, e pastaj deri te arritja e momentit të rekrutimit realizohet përmes kontakteve personale ose familjare. Në këtë analizë theksohet se me hyrjen në fuqi të ligjit për sanksionim të qytetarëve deri në 5 vjet burg, në rast pjesëmarrjeje në formacionet ushtarake dhe paraushtarake të luftrave jashtë shtetit, ka rënë numri të rekrutuarve të rinj nga Maqedonia që merrnin pjesë në luftrat e lindjes së mesme. Lidhur me këtë është nënvizuar rasti Qelia, ku dënuan 11 persona për pjesëmarrje në këto luftra. Ndërsa ky rast, siç thuhet, ka ndikuar në parandalimin e rrjetit të organizimit të rekrutimeve dhe se në vitin 2016 nuk është regjistruar asnjë rekrutim nga Maqedonia.